Të gjithë ju të shenjës së binjakëve, mirë se erdhët në leximin e radhës. Këtë javë të dashur binjakë, po përballesh me një moment të zgjedhje, judgment. Tregon se ke arritur pikën ku nuk mund të vazhdosh më me gjysmë përgjigje, gjysmë angazhimi ose situata që nuk janë të qarta. Ti e di që diçka duhet ndarë, duhet vendosur, çfarë do, çfarë nuk do, kush mbetet dhe kush jo. Nëse vazhdon të rish në mes, do të humbasësh veten, do të humbasësh shumë gjëra, është kaq e thjeshtë. Dy të që quhet të monedës, dy të monedës, tregon pse situata është e vështirë. Je duke mbajtur dy realitete njëkohësisht, binjak. Në një anë është ajo që do, në anën tjetër ajo që është e rehatshme, me e sigurt. Në një anë është e vërteta, në tjetrën është justifikimi. Ti po përpiqesh, binjak, të mos zhgënjesh askënd, por e vërteta është kjo. Duke mos marrë një vendim, je duke zhgënjur veten. Mbreti i shpatës. Mbreti i shpatës është energji që duhet këtë javë të dashur binjak, patjetër qartësi, pa emocione, jo me analize të tepërta, për fjalë të buta, për të mos lënduar të tjerët. Ky mbret thot, thuaje ashtu siç është, pastaj lëre të bjerë ku të bjerë, me diplomaci. Njerëzit mund të mos ju pëlqejnë sinqeritetin tënd, por do të të respektojnë, dhe kjo është ajo që duhet ndodh, të vendosni. Dhe rrota e fatit. Sapo të marrësh vendimin që je duke shmangur, binjak, gjithçka do ndryshoj. Besojeni këtë, gjithçka do ndryshoj. Mos e anashkalon më, po e shmang gjithçka, diçka që mund të ndryshoj për mirë. Mundësit hapen, energjia lëviz, rruga bëhet e qartë. Universi dëgjon mendimet, dëgjon veprimet e juaja. Apo nuk dëgjon mendimet kur them kështu në ato çfarë dëshironi, pa vepruar s'ka asgjë. Mesazhi që mund të merrni këtë javë është mos prit sinjale. T'i jap dikush, të ndryshojnë, të merrni atë vendim, t'i largoni ato dyshime, çfarëdo që të jetë, sinjali je vet, binjak. Mos prit dikë të vendos për ty, vendos vet. Mos prit momentin perfekt. Momenti perfekt është kur ndalon së shtyri, apo anashkaluar i gjërat. Nëse nuk zgjedh tani, jeta do të zgjedh për ty. Atë nuk e dua, mund të jetë e mirë, mund të jetë e keqe, por që kur zgjedhin vet është shumë e lehtë për çdo gjë. Dhe ti, nëse zgjedh jeta për ty, mund të mos e pëlqesh rezultatin. Prandaj është kohë të bëni atë zgjedhje, atë vendim, dhe mos prit që dikush tjetër të vendos për ty, për çfarëdo që të bëhet fjalë.